Darzeza është një nga lagunat më interesante të Shqipërisë. E vendosur midis derdhjeve të lumit Seman dhe Vjos, ajo përbën një nga pasuritë më të bukura natyrore të Shqipërisë. Njëzet e 5 piktorë të ardhur nga 11 vende të ndryshme u bën pjesë e kolonisë artistike Apollo Art Colony, e cila u organizua nga datat 5 deri në 11 shtator 2019. Ajo që binte në sy më së shumti në këtë edicion ishte zgjerimi i hapësirës gjeografike prej nga vinin artistët, jo vetëm nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, por dhe nga Siria, Mbretëria e Bashkuar, Rusia, Suedia, Ukraina dhe Italia, Bielorusia dhe Turqia. Organizatorët kishin bërë kujdes që në këtë edicion të bënin një gërshetim mes pjesëmarrësve që kishin qenë të ftuar në edicionet e mëparshme, si Lina Ogali, Nehat Beqiri, Azem Kuçana, Skënderi Drizi, Gazmen Geka e të tjerë, dhe atyre që vinin për herë të parë, duke krijuar kështu një traditë vazhdimësie. Kemi rreth 4 ditë këtu, do të jemi një javë dhe jam inspiruar, më pëlqen shumë fakt Darzeza, si do të thonë lidhja e detit me pjesën e lagunave, edhe ajo pjesa e tradicionale e peshkatarëve, puna që bëhen për mbijetu e tjerë. Edhe po përpiqem që të hedh një impakt ose një pasazh të kësaj që më ka inspiruar kësaj radhe. Është hera e tretë apo e katërt që vi në kolonitë e Semirit. Këtu jam bëma si vendas, është një vend i mrekullueshëm edhe është shumë inspirues për çdo piktor, besoj jo vetëm për piktor, për çdo pushues që vjen këtu. Është një vend që, si të them, sot na mungon neve. Këtu për shembull dalish njerëzit jetojnë disi në harmoni me natyrën. Jeta është pak më e ngadalt. Kur i shef këtu edhe rosat, patat nuk ikin, janë të integruar me njerëzit. Disi kemi harruar si është që të ishtë në harmoni me natyrën. Darzeza në një farë mënyre ta përkujton atë vlerë që e kemi edhe kanë njëherë nuk dim ta respektojmë. Napoloni është hera e dytë, por në Fier nuk është hera e dytë, kam qenë edhe disa herë. Ndryshimet vrehen çdo herë, jo vetëm në këtë pjesë, por në Shqipëri, posaçërisht ata që nuk janë tërkohen këto që nuk e vrejnë ndryshimet na e vrejmë. Edhe fatbarësisht i vrejnë do ndryshime pozitive, po veç është duke avancuar. Kolonia e artit kësaj radhe nuk është me numër të madh sa vitin e kaluar, por atë e kompenzon me një cilësi të përzgjedhur të artista me kreativ, me do stile të reja, fryma të reja që pasurojnë këtë aktivitet. Të ardhur nga vende të ndryshme, artistët pjesëmarrës sollën gjithashtu edhe përvojën e vendeve dhe shkollave prej nga ata vinin, çka u pa edhe në punët e tyre. Ju vini nga Suedia. Si shihni këto zhvillimet e kolonive dhe pikturës në raport me vendin nga ju vini? Është një pyetje shumë e çelluar, sepse në Suedi faktikisht nuk e njohin këtë mënyrë të organizimit, edhe kur i shpjegojnë atyre se si funksionon, atëherë çuditën pse ata vetë nuk e kanë. Mirë, po është diçka që është e panjohur, pothuajse kolonitë kanë ekzistuar deri para ndoshta 70-80 viteve, por për momentin nuk ekzistojnë
në Suedi, andaj kjo është një përvojë e mirë që të vinë njeriu, të shoh edhe të punoj edhe të shoh se si mundet edhe të më angazhu edhe më organizu në mënyrë tjetër. Le të flasim pak për pikturën tuaj, për artin tuaj. Ku konsiston? Po unë punoj që një kohë mas e 35 vjetë, gati 40 vjetë e kam temën gurin. Guri është si simboli i rezistencës, simboli i qëndrimit, edhe është një material i cili t'jep shumë informata si piktor, qoftë në formë, qoftë në strukturë, qoftë në ngjyrë, edhe është interesant në krejt botën s'mund t'i gjeni dy gur të njëjtë. Po unë këtë ciklus, po mendoj me gure kam fillu që moti edhe e kam bartë me vete edhe në Suedi, edhe unë e thamë se gurin tem e kam marrë me vete, e kam bartë edhe kam vendosë në tokën suedeze. Kështu që kjo është parafrasim, ndërsa në këto dy punime shifet guri është gjithashtu, po këto i quj gjurmë në kohë edhe në hapësirë, sepse ne përpara kemi jetuar në një ambient krejt tjetër, në shtëpi të vjetra, të cilat në atë kohë nuk kemi pas tapeta për të zbukuruar, po i kemi ngjyros me gëlqere. Edhe kur ngjyrosen, si zakonisht i kanë ngjyros me ngjyra të ndryshme çdo herë, po pas një kohë ato veç fillojnë të lëshohen, të binë, edhe ne si fëmijë i ngacmonin me gishta, edhe i gërmonin, edhe dilin, domethënë, gjyra të ndryshme ku dëshmonin se gjenerata kanë jetuar edhe para neve, kështu që ajo shpirti i tyre në një mënyrë e kanë projektuar në këto mure të cilat unë tentoj për me kujtu e me rikujtu. Gjendemi në vendin ku pikrisht të rrethohemi me gjallësa të ndryshme dhe kjo na bën përshtypje. Është një vend i virgjër ku ende dora e njeriut pak ndërtime ka bërë këtu dhe po e shijojmë ambientin. Edhe gjësendet që po na rrethojnë. I am Darya Avcı from Turkey. This colony is my first. Unë jam Darja Avcı nga Turqia. Është pjesëmarrja ime e parë këtu. Jam shumë e lumtur sepse artistët këtu janë të mirë dhe organizimi është shumë i mirë. Kemi ardhur këtu për të punuar në këtë vend të relaksues. Unë i përkas rrymës abstrakte. Fieri dhe Shqipëria kanë kulturë dhe unë këtu njoha kulturën tuaj. Gatimet tuaja janë të përafërta me tona dhe kjo është një gjë e mirë për mua. Unë jam mësuese arti dhe do të flas shumë mirë për Shqipërinë dhe për këtë koloni artistike. You can be sure I will tell about Albany Art Colony. Së pari e përshëndes organizatorin e kësaj kolonie. Për vetë jam i befasuar kur e kam marrë thirrjen se kolonia ka karakter ndërkombëtar dhe më lidh artist pak më kualitativ, ku punojmë së bashku këtu dhe i këmbejmë edhe përvojat artistike se vim prej shteteve të ndryshme, domethënë regjime të ndryshme. Kjo është një koloni shumë e dobishme për një krijues, për një artist, se kur del jashtë shtetit, e ke kontakt me tjerë, ke edhe hapet edhe diapazoni i artit. Natyra është frymëzuesja kryesore në këtë koloni dhe kësaj edhe mjediset e punës së artistëve janë të shumtë. I am Maja Dimitrova from Macedonia, from Skopje. Unë jam Maja Dimitrovska nga Maqedonia, nga Shkupi, dhe jam për herë të parë në Shqipëri, në Fier. Më pëlqen shumë ky vend. Organizimi është shumë i mirë dhe ushqimi gjithashtu. Jam e lumtur këtu së bashku me artistë të tjerë nga mjaft vende të tjera dhe mendoj që nuk është hera e fundit që do të vi këtu. I think it's not last time to be here. Përveç këmbimit të diskutime lidhe me artin, nuk besoj që është një shkollë shumë e madhe. Mirë po është një relaks, një çlirim për asaj jetës përditshme.
edhe të mundesh me pas një shprehje pak më ndryshe lidhje me pikturën që të realizon. Oleg Kolechak është piktor që vjen nga Ukraina. Ai është për herë të parë këtu. Меня зовут Олег. Я приехал из Украины. Emri është Oleg, kam ardhur nga Ukraina. Ne nuk dim shumë informacione për Shqipërinë në vendin tonë. Dhe ishte për mua bepasi, aq sa këtu ndjehem si në shtëpi, sepse vendodhja e vendbanimit tonë këtu është shumë e ngjashme me Ukrainën. Përkundër faktit se flasim gjuhë të ndryshme, në gjuhë absolutisht të ndryshme, kolonia na ka bërë më pranë. Dhe ne mund ta kuptojmë njëri tjetrin pa fjalë. Mendoj se është diçka e bukur dhe këtë duhet ta them. Мы понимаем друг друга даже без слов. Së bashku me të, në këtë koloni, ka ardhur edhe bashkëshortja e tij, piktorja Olga Gurina, e cila shquhet për stilin e saj. Меня зовут Ольга Гурина. Я гражданин России, но я живу Emri im është Olga. Unë jam ruse, por jetoj në Ukrainë 7 vitet e fundit. Unë erdha këtu me burrin tim, edhe ai artist gjithashtu. Для нас это была неизведанная Европа. Ishte një surprizë e këndshme për mua që në këtë vend u mblodhen aq shumë artistë të talentuar. Arti është një gjuhë ndërkombëtare. E kemi provuar edhe një herë. Ne jo vetëm që mund të pikturojmë këtu, por edhe të ndajmë aftësi të përjetojmë tipare kulturore. Çdo mbrëmje dëgjojmë muzikën e vendeve tona, mësojmë njëri tjetrin me vallet popullore kombëtare. Artisti duhet të udhëtojë për të rimbushur paletën e brendshme të përshtypjeve. Përpara mbërritjes në Shqipëri, unë kam njohur për bunkerët vendas dhe historinë e tyre. Ata më frymëzuan. Shpesh përdor forma të ngjashme në veprat e mia, por nuk dija që ato ekzistojnë në realitet. Ju mund të shihni forma si bunker në veprat e mia të bëra në Apollo Art Colony. Албанский характер, албанскую природу и местных жителей. Sa janë të vlefshme kolonitë e piktorëve? Po para se gjithash kolonitë e piktorëve, prej zanafillës vete edhe besoj se ende kanë atë rolin që të takojnë njerëzit që merren me një zanat të caktuar. Në rastin tonë me pikturë edhe një skulptor, me ndru mendime, me u pa me miq, me shok, me këmby ide, me këmby mendime, tendencat e reja në artin figurativ e kështu me radhë. Çdo takim, çdo si them pjekje e njerëzve një profesionit padyshim kanë rezultate. Po rezultatet nuk janë menjëhershme, ato për herë vinë pak më gjatë. Po edhe sikur kur një farë rezultati mos kish pas, për me pa miqet, shokët, po edhe tujt se çka janë duke punu është një përvojë, është një kujdes për mikun, për shokun. Ne takohemi me artistat ndryshme dhe shkëmbejmë eksperienca, diskutojmë edhe për qasjen ose sepse vim nga shkollat ndryshme. Edhe mendoj që është një faktor shumë i rëndësishëm për njohjen, për të bërë një balancë se ku jemi dhe ata të tjerë që se bëjnë. Është shumë interesant dhe vlen, mendoj që është një eksperiencë e jashtëzakonshme për të përballë, po themi, edhe për te kufive tanë me atë çka ndodhet në art. Sigurisht se është e vlefshme, domethënë përpos socializimit që bëjmë neve me njerëzit që vinë nga vendet e ndryshme, ne marrim edhe përvojët e njëri tjetrit. Mësohemi gjithmonë për diçka të re nga njëri tjetri. Mësohem domethënë për
shkollat që vinë nga vendet ndryshme për mënyrat e punës, qoftë ato tradicionale apo bashkohore, dhe kënaqemi. Ideja është më mirë sepse kur shkon me një vend që s'ke qenë asnjëherë, edhe takon njerëz të ndryshëm, kultura të ndryshme, atëherë përvoja është ajo që dë bën me kuptu se kush jemi, secili veç e veç, dhe shkëmbimi ideve që ata kanë lidhje me realitetin ose në vende tjera. Këto ndërthurjet janë të shumë fishta, nuk është vetëm se që takoj artist më të ri, por takoj artist nga vende tjera. Kështu që ajo e ka vlerën e vetë, më thonë përvoja, ku takoj kolegë që vinë nga shtetet të ishë Bashkimi Sovjetit në atë kohë, edhe të perëndimit që është një urë lidhëse, kështu që ajo e ka vetën mi, po për mu gjithashtu është kënaqësi të jem së bashku me kolegët e mi të ri, të shoh se si zhvillohen ata artin, në cilat sfera cilën edhe të ndryshojmë, atë të shkëmbejmë përvojat, pse jo, për shembull, meqense unë kam një përvojë goxha të gjatë të krijimtarisë dhe kjo është një mundësi edhe për mu të shoh se çfarë ndodh me ata kolegë të ri, po edhe për ta të shohin se si veprojmë ne pak më të moshuar. Këmbejnë përvoja të ndryshme, se ka prej shteteve të ndryshme. Perëndim, jug, lindje, dhe është një gërshetimi i kulturave. Kaloj mirë, këto është shumë ka për që për vete, është shumë një koloni e këndshme është. Një kolegë silt edhe i këmbejmë edhe vëtë kuptimet cilët i kena pas pak më ndryshe. Dhe një këto edhe i shqiptojmë atë sa i përket artit. Artistët do të marrin me vete për t'i jetësuar më pas në Tarlo. Në krahasim me vitin e shkuar, edhe piktura jote është çik më ndryshe. Piktura është, për mu piktura është emocion. Dhe pavarësisht për emocioneve ndryshojnë edhe vepra. Unë e kam një formë timen të shprejes që është ngjashëm me këtu, por gjithsesi çdo herë kudo që shkoj i marr imazhet prej atij vendi ku shkoj. E një prej atyre imazheve të bukura të Darzezës, edhe kjo është kjo pikturë këtu që e kemi. Edhe ato i krijojmë me kënaqësi, edhe kënaqemi me së bashku edhe për gjatë punës, nuk kemi pasiv edhe shoqërimi. Edhe krijojmë, edhe këtu ky vend është vend ku nëse nuk inspirohesh nuk je artist. Edhe se kjo shumë është një ambient ku të frymëzon. Atmosfera, ambienti, qielli, uji, njerëzit të gjithë janë shumë të ngrohtë. Edhe këtu, edhe mos me qenë fort i disponuar këtu ndezesh, këtu dhezë të tërhiq për me kriju me punu. Thonë se piktorët i marrin gjithmonë imazhet e vendeve ku shkojnë i marrin me vete. Po është e pamundën mos më ngarku mos më pasuru me këto imazhe të mrekullueshme. Edhe përveç që krijojmë këto e punojmë, këto na frymëzojnë edhe kur të kthehemi në vendin tonë të vazhdojmë, se nuk mund të largohesh bushkputa ashtu me njerëz si të largohesh. Me një kohë gjatë jemi bashkë me këto ambiente. Pas ditën e 11 shtatorit, artistët u pritën në një takim nga nënkryetaria e Bashkisë së Fierit, Gentiana Peshkëpia. Duke qenë se Bashkia e Fierit, e cila është edhe bashkëorganizatore e kësaj kolonie, pasi falenderoi artistët pjesëmarrës për prezencën e tyre, i ftoi ata që në të ardhmen të jenë pjesë e jetës artistike në këtë qytet, i cili po rend drejt zhvillimeve më të mëdha. Është një përvojë shumë e mirë që i vlen dhe artistëve shqiptar, po edhe neve vetë që këmbejmë kulturën, këmbejmë artin me njëri tjetrin, na bën të njihemi dhe të afrohemi edhe më shumë, pasi afrimi kulturor është një afrim social shumë i mirë.
siç është bërë tashmë tradit, në ditët e fundit, punimet e artistëve pjesëmarrës në këtë koloni u ekspozuan për artëdashësit fjerak në Galerinë e Artit Vilson Kilica. Apollo Art u rrit edhe një vit. Po, Apollo Art Koloni është në edicionin e 8 të saj. Është një nga kolonitë e artit që është kthyer në traditë tani në Shqipëri. Është iniciuar shumë vite më përpara dhe Bashkia e Fierit e ka parë të arsyeshme dhe të nevojshme që ta mbështesi sepse është një nga aktivitetet që është pikë referimi për artin viziv. Është pikë bashkëpunimi, është pikë takimi për vlerat e artit viziv jo vetëm të rajonit të Ballkanit, por shumë më tepër. Në një javë, artistët qëndruan në rajon e Fierit, vizituan sitjet arkeologjike të Apollonisë, vizituan resurse turistike të rajonit dhe këto i kemi të gjitha sot në ekspozitën finale që realizohet këtu. Veç pjesëmarrësve të rinj, çfarë u vure në këtë koloni, në raport me tjerat? Në aspektin artistik, gjithmonë është ballafaqimi i shkollave të ndryshme, sepse artistët vinë nga vende ndryshme, vinë nga mentalitete ndryshme, vinë nga shkolla ndryshme të artit. Këtu është pikërisht pika e ballafaqimit të tyre. Patjetër është edhe një eksperiencë personale, sepse duke jetuar një javë me njëri tjetrin, ata ndajnë shumë, jo vetëm idetë të tyre, po edhe eksperiencat, jetën, realitetet të tyre, dhe gjitha këto pasaj pasqyrojnë dhe në art. Sa i kënaqur jeni me cilësinë e punëve? Jam i kënaqur sepse ka profesionalizëm. Kemi shumë artistë që janë për shembull pedagog në Akademinë e Tetovës, Fakultetin e Arteve që ata kanë, nga Prishtina, kemi artistë të njohur që vinë nga Ukraina, nga Suedia, nga Anglia. Patjetër që unë jam i kënaqur sepse është një nga pikat gjithmonë ka ardhur në rritje në Apollo Art Koloni, cilësia e artistike e artistëve pjesëmarrës. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ishin të shumtë artëdashësit dhe të ftuarit, të cilët erdhën edhe nga qytete të tjera. Çdo vit ata sjellin një pjesë të artit të tyre dhe çdo vit ata kanë provuar që arti i tyre është shumë e vlerë për qytetin tonë. Muret e kësaj ekspozite ne mund të shohim piktura shumë të mira, shumë breslënse për gjithë ne. Ndaj unë i uroj shumë suksese për vitet në vazhdimsi, i uroj suksese edhe Sajmirit për këtë organizim, pasi është një vlerë e shtuar për galerinë, por gjithashtu dhe për këtë hapje të sezonit të ri, po them, të galerisë qytetit tonë. Suksese të gjithëve. Duke ju referuar edhe mendimeve të pjesëmarrësve të ndryshme, ky edicion i Apollo Art Koloni shënoi një nivel edhe më të lartë, jo vetëm në punët e realizuara nga artistët pjesëmarrës, por gjithashtu edhe në komunikimin që ata patën me artëdashës të shumtë.